Jemi rikthyer në studio, ndalim me njërë tek një lajm i fundit, siç e shohim me kolegun Ermal Via, pasi ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka është dënuar me 4 vite burg për të folur pikërisht për këtë vendim të gjykatës së posaçme, por edhe për të rikujtuar se për çfarë akuzohet Aurel Zarka. Kolegu Ermal Via do të na sqarojë në këtë moment. Po Ermal. Fabiola, gjykata e posaçme ka shpallur fajtori ish prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, duke dënuar atë me 4 vite heqje lirie. Por për shkak se procesi ndaj tij është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, ai ka përfituar ulje të dënimit me 1/3, duke u dënuar përfundimisht me 2 vite 8 muaj burg. Gjykata e gjeti fajtor Zarkën për akuzat e korrupsionit pasiv dhe korrupsionit aktiv, si dhe ushtrimit të ndikimit ndaj zyrtarëve që ushtrojnë funksione publike. Nga ana tjetër, kujtojmë në fakt që gjithashtu, gjykata vendosi që Zarka për 5 vite të ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Kujtojmë në fakt që Zarka, apo ish prokurori i Vlorës, u arrestua në korrik të vitit të kaluar pas zbërthimit të aplikacioneve Sky Encrochat, ku rezultoi se ai kishte patur komunikime teksa kishte ndërhyrë në dosjen e njohur si Toyota Yaris, ku në vendin ton mbriti një sasi prej 3.4 milion euro dhe arrestuan disa persona, por në atë kohë nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se pikërisht Zarka të kenë ndikuar për të lehtësuar masat e sigurisë ndaj personave të arrestuar apo për t'ju lehtësuar atyre pozitat penale. E gjithashtu, sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, ka rezultuar se Zarka në kohën që drejtonte prokurorin e Vlorës të ketë ndikuar në një dosje për mos fillimin e hetimeve kundrejt vlerave monetare. Në të njëjtën dosje rezultojnë të përfshirë edhe disa persona të tjerë, siç është Radovan Çela apo edhe oficerja e policisë gjyqësore Daupaj, Eriona Daupaj, ku kjo e fundit në fakt është shpallur në kërkim, ku nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se pikërisht Daupaj kishte qenë personi që kryente, le të themi, lidhjet mes Aurel Zarkës, personave të tjerë të cilët kanë qenë të arrestuar në atë periudhë për trafikimin e rreth 3.4 milion euro nëpërmjet portit të Durrësit dhe përmes vlerave monetare bënte të mundur, po themi, ndërhyrjen të njerëzit e drejtësisë për të bërë të mundur më pas uljen e dënimit apo edhe lehtësimin e masave të dënimit. Mirë, Ermal, faleminderit.